Mirëmbrëma, telespektatorë të nderuar dhe mirë se na keni ardhur në episodin e dytë të Natcastit po Çuçkat. Mirëmbrëma, faleminderit që ndani kohë të na shikoni. Mos harroni, të vazhdoni të na bëni subscribe në YouTube Dhe follow në Instagram, Facebook dhe në TikTok. Mirëmbrëma në pimijet të gjithë ju që po na ndiqni ditën e diel në ora 23 të dashur çuçkatator. Simas do analizave statistikore që i kum bo, sidomos në YouTube. E kina statistiqarin. Dëkond ke 60% e ative që na shohin në YouTube nuk na kanë bë subscribe. Po pse? Po pejtni ju. Pse nuk na bëni subscribe? Pse i kanë qel me një account për shembull gjali nonës, tezës, hallës ose colve si na shohin me një një account. haram të të bëhe ati. Shtep e bat postas. E neve që na të thujmë ne si çuçkatator, ju të cilët na çolloni neve në YouTube, ju lutemi, mos lodheni, bëni kani subscribe atë ke faqja jon edhe dhe jena ne mëse të kënaqur. Po fondi nuk kushton asnjë sa. Po pa parë. Mufte. I me qëra lafi ju bukur dukeni. Faleminderit. Aq bukur dukeni sa bukur dukesh te Gostivari këtë vikend. A keni dalë premten shtonën? Kishte një spastrim kësho, një pastrome, një tavullome më herë. Kishte një organizim masiv. Nuk organizim, është organizimi nuk kisha pa asë një herë, sa jo më gjallë, në këtë moment e meja. Është e vërtet se në unë si kisha pa atë organizimi këtu. Nuk, unë e kum pa një herë, ama devo kalzoj ma vonë. Nuk ishte, unë e di ja lexoj tronin unë atë. Kështu odhët nuk u pastron as kur erthen Erdogani kene. Që kështu nuk u pastron. Nuk, më vërtet kisha pa. Mendoj ishin 3 odhët kryesore të Gostivarit ishin full blokota, nuk mundesh të ka përcene vetur ose si elektrovetur, çdo që tjetë, dhe automjet, çdo që tjetë, ishte mshelët. Vetëm policia kalonte. E natë me shirët e reja. Po, më mund bëni përshtypje se në siguren e pastër ishte. Interesant duket me regje, interesant ishte. Po, ishin lajt, kishin pastron. U po ndopon, u pastron. Para pregaditje ishin po për Bajramin. Si për Bajramin? Po, Bajrami ka vakë. Erdh Bajrami be, me ki? Cili Bajram? Bajram Begaj. Bajram Begaj. Po, Bajram Idi Begaj. Bajram Dojdi. Bajram Begaj. Bajram Begaj. Unë kur zëm kjo, e këzëm shi Bajrami. Ka vakët e larë më tonë. Ishte para pregaditje për Bajram Begaj, nuk ishte për Fiter Bajrami, po për Bajram Begaj ishte. Kusho Bajram Begaj? Bajram Begaj, presidenti i Shqipërisë. Po, presidenti i Shqipërisë. Bile ishte një privilegj i madh për ne që erdh. Faleminderajt për vizitën. Unë i kisha thonë Bajramit vje sa më shpesh. Po, unë i kisha thonë Bajramit vje sa më shpesh, se unë që moti vakët, gjatë vakët, si shkojnë diqon që kështu nuk isha ngjej asnjëherë, gjatë vakët. Interesant, u bëni një akcie e madhe, bile pash një policia aty thash shoprajt. Tha Bajram Begaj dojtit. Bravo, mi, shumë bukur, vedin. Për Bajramin. Unë për vete kisha një eksperiencë mahnice këtë shtonë, se unë qujta ndi e 15, si zakonisht, si për Ramazan, e për odhe, shkojnë dyqon, pa tjetër, unë bulevare kom dyqon, në bulevare pas kishqon i zonët, mendoj se vim Bajram Begaj. I zonët ishte. Kur thkeva atë mu për bulevar pike likuidit, ta morë mësht atë, kokë qerje nuk kishte. S'kishte. Njërës full na për tretuare, preqin, a mu shkoj, kisha arose të vine Bajrami. Pa? Mendova se në 20 dit ka vine Bajrami. Kjo i modhja, Kështu pamjes kisha papin vaktin e pandemijas. Ndërsa ke pandemija ishte e kundërta. Qere kishte njerës nuk kishte, taj njerës kishte, qere nuk kishte. Qerës kishte. E kur e mora krivinën të shkoj për ka diqoni, e pash komshilarët kitë për jashtë në tretuar, tash në një lufshet që isha pona, tha vinë presedniku i Shqipnejës. Thash e ne Bajram duhet ta bëj emrin që të mpret një kështu vike mualla. E të jetë që për bulevardi. Midis asfalta kështu shkru. E polici Begaj. Policia me qiret e reja, me qira fjalla me ato qiret e reja, kom një lutje ke policia t'i shkepin në elonat këtë qireve të t'i. Ave ka dale se t'i rujnë t'i shesin për të reja. Për të përdora e në këtë problem. I rujnë bella. Nëjse, interesant, atmosferë interesante ishte. Mu më pëlqyu, personalisht. Mendoj edhe... Një të shplajtme. Po, edhe mu më pëlqyu, amon e pytja kryesore, adin ko këto. Se ne non-stop qajemi, e vajtojmë
Gostivari i ngulfatur, nuk kemi ku t'i qym qeret, parkinge në kate, mbi toksore, nën toksore. A e pa e... Ku shkon gjithë ato qere, Po, valla? ku shkon gjithë ato nom Nuk, qere? ka pat një sen tjetër ju. A e pa e se sa i shkulfatur ishte kur duhen ta bëjnë pastër. Do më thonë, pastrohesh dhe u gjëndohen e odhën. Brenda notës. Do me thonë, odh kina ne. Vetëm se me... A me në qere kina. A me në qere kina, më do me thonë nëse nuk parkiraten qeret na për bulevarde, ne mund të lëvizim lidhshëm kështu, mendoj, nuk ka asnjë problem. Ka luft. Ka luft. Apo kjo i vi që kemi në vend parkime. Unë u çudita, se si zakonisht në ato vendese rënë shumë qere. Ku shkon ato qeret në Nostavnoj, në unë rash me një konkluzion. Sekretari komunës mo nuk duhet mërzitet për parkinget e Gostivarit, se pas ka parkinge Gostivarit. A Zarprandi nuk bëjnë. Po nuk ka nevojë të kalime ndën toksore mbi toksore, fkate Bajramin e në reshatet problemi. Po vëlla. Do me thonë, të bëjmë qytetin me dikat, me Nuk ka nevojë, një Bajram e reshat ka probleme, kitë me një. Bajram dojtaj. Me ndotim. Me posetaj. Presedatelli i Shqipneje, sert, Po. u zbukuro sheri, po Putini merë, që ndodhë. Rajtin asfaltin në shkepin. Pasadat ke shpeja në renovë. Rejse, Respekt. jashtë shakas ishte për ta përshëndet iniciativën, na bëni qefin. Po, mendoj, merë dhe ishte sa ma shpesh të vine Bajram Bega Po, Gostivar, se merë. i shërben të paches, mendoj, më pëlqyu. Se më vije. E zbukuron Gostivarin, bile juve u ka inspirohu e këni lullëzohu studion, ja që keni bo këto, Pa, shumë bukur. A, unë e di, Na? që ishtë dinte. ti Bajrami ja ka pro lullet për Tirane, se lullet bukra ka Tirana. Bajrami mu s'mi ka pru lullet, plus Bajrami nuk din një gjo se lullet bukra nuk ka vetëm Tirana, po ka në Gostivari lullet. Hajde! Po, jo rasisht sot e kemi e në sponsorin. Lulishte, Nur Darcia, e cila shet lullet në Gostivar në vlej. Po, o hap një lulishte e re në Gostivar, telespektator të ndërrua, e cila shet lule naturale dhe lule artificiale. Po, ashtu... Nuk të vdekura. No, artificiale quhen ato, nuk quhen të vdekura, ose plastifikosura, si nuk vdesin ato, valla nuk duhet ti ujisish, ti mbesish, se hajdari njipet si njeri që i mbyt pemët, ujiten atë, para mendo, në ujimet, bazen prejme. Si do qoftë, Nur Darcia shet lule artificiale dhe lule natyrore, po ashtu bon edhe zbukurime veturash, mbështjelljen e dhuratave. Kuteja për dhurata, kush s'ka kuteja merë dhe një dhurat falsë do në ta bone me kutej ma hjeshët ati, shkon ke lulishene e bon pak ma hjeshët ati, ka në kuteja për qejis, si jonë këto, edhin si i qojnë ndarës ma... Po, ato të mdojat ato. Po, altonat, gjatë, sendet, cishet. si, Po ashtu, ke Nur Darcia, zonja e cila ishte pronare, ishte në doktor Lulesh. Si be? Po, për shembull nëse shkon të i kishpene, Lulja thot më dhem kreja ose bubreku dhe nëse në të kapë. Se më dhomi rojnët. Më dhomi rojnët, mund shkon e ke zonja ke, e cila gjendet afer bankës komercialna, si ishte atë afer hotelit Gjili. Do të gjeni këtu, do të bëjmë tak në ke Instagrami, mund të... Po, mund të kontaktoni atë, ne mund shkoni të bjini, që duhet, e ne ti shëndosh një lullet nëse i kini cmo. Interesant. Një duar drakitja. Bravo, Lile. Shkët doktorin e lulleve nuk i kisha ditë. Ta di se ka në doktor Lulesh. Po, përveç doktorit... Nuk o vetëm Lulesh, bimësh, që do që ti e, tej arpagji konsult, që është ta shnosh. O, më përveç lulleve, Lila ti qësh je sukullu me do gjoja, me do elemente? Be vlla ka marrë do qameti këto, do lavatrice, do... Shok kjo po... Kujnë e ka bo njeri? To një gramafon, atje një telefon me... O, vlam, do jonë gjëja që më pëlqin mu. Gjëjat mendoj që i kanë shërbej paches me vitet të tëra, ku i gjeta, regjien e kina ne sposoben për do gjoja. Unë i thash një gramafon pëse më vëndojmë ke studio atë, të lishojmë dhe njerë dhe një muzik të hajrit, në gjojmë se kininium, veshi, Pëse as ki ku ti shish muzik? Unë tu e ditë se ki është kundër teknologjisë. Po taj, këto gjojat nuk jonë teknologjia e vjetër, është kjo që mu më pëlqen. Do me thonë, teknologjia e vjetër mu më pëlqen ma shumë se teknologjia e re. Me pëlqen, tu pas iPhone ti ke shku ke marrë gramofonën e telefon. Gramafon, o be vlla, shif, kjo gjë e mirë, mund ta përdorim regjia me izbin tonë, mendoj? Po, Shif, mendoj. shif sa e bukur është. Tak, e nes dugme. Këto duhet të ta trosish, a? E kom bo. Ka deti me lal. S'pëlqen zoni. E bëm pak ma mushki. Nuk o bash mushki.
Nuk ka bash. As ashtu nuk është. Mund bësh e në efekt original. Jo, gjëja të përqyshme. Ja ke marr nale pak. Nale? Do të flasë DJ Berti dhe qa, ja ke marr zanot. No, shu që kina. Kote ke marr, Ali. Do në të tali shqepin laptop njëjtë në gojnë? Qa? E në ala ma pastër. Nuk ka ma pastër se... Vallaj ma pastëra? A boja zonin si burë. More ta bëj burë në atë burë me mustet. Boja që unë ja bona zonin si burë. Me mustet, me ta bësh fiki atë. Që ne bëj? Vetëm se në preki, shumë mund të bësh. Po këto e ne e prekën. Po merë beta ja, më në kua esenca të mash gjithat qonte për t'i shoh muzikë. Okej, be hajde që dhe kuptojmë ta. E kamera, kësi me vërte ka e ne kësho fanatik që du në gjënë Nostalgjio be ajo? Me ploqa. Edhe në gramofon ka një farlezetit vete, nepse duhet shumë procedura për ti mirë mbajtë. Qonë duhet mash me vete për t'i shoh muzikë. Me njeru bë old school. Nuk e donë teknologjie në ola. E ne pse punon me teknologji. A bë unë punoj me kafshatën e goje se qësim për teknologjjes ne. Ama qa telefoni, që shembullin unë këtu jo me Adisin për shembull. Okej është gramofoni ka lezet në vetë, ama telefoni askush se përdor ma. Unë e përdori më vla, ne mora ta përdori askush, e ne këto e përdori, e ne ke shpeje, përdori telefonin e shpeje. Pa e ke pabe kur bia jo orët ti fejtën. Pa jo, ti fejtën orët te, ama nuk dërej une me telefonin tuj, më gjonë se cëlli, mund tipin, ta kirasin, të të ledzojnë, të të as një, nika. Kush të garanton? Unë në aj që i kom mua bjetë bëj me atë, kina pon këto. Masi unë fol me njerës, që nuk duhet në gjoha se cëlli se qish ma bjetë e bëj. Pra ndi e ne i marrë këto gjëjat, ne marrë atë se cëlli ta dite se qish bëj. Special ka pas, këto telefona bile kam pas është një të vojnik, nuk e dia e man men, kishte një vjerat që ndyshin. Folshet e me dhe një, në vjerat në gjonë të ke, një e kishte një vogël. Ose atë e afer. Se di. Si do qoftë? Këto ka të vojnik, a nuk ka të vojnik? Nuk e di unë. Nuk ka, tek është kjo. Ska, etniko. A më pret dhe një telefonate? Po pres një telefonat shumë të rëndësishme, mendoj. Po a inshallah qëmë të të kase sa ina këto, barëm. Qove me cëllën dhe folish? Shefe, sila une sa kom informacion, po bile ishim bashkë në terenat ditë që kemi bo këtë dalmen. Kemi informacion se këshilohen këto njerëzit e mëdhi me Halilin. Morin me në pikti? Po diftej e njoni? Nuk diftej, po e në ju e në vetë duhet të shefni. Ju duhet kini njerë fatë që më kini mu këto. Se ka edhin nesër mas nesër vend Bajramit. A be ti që dorën unë... Duhet, kur dhe vi unë e ti pastroni u dhe ti. Po, mboj qefi. Në vërte mboj qefi mu që i... Do të vëboj qefi, thash, se mund vjetë dita që i për mu t'i qeli në udhët një dit. Dhe se të zërës njerë, bëjnë qafim atë bjere për zdit janë. Alinat muzikën ati. Alo. Kush je vlla? Unë jam Halili vlla i Quçkave, te kush je? Të mora çpar Edi jam unë, Edi Rama. Edi Beshoq, që shbom dhe vlla? Si e, mirë? Mirë, te si je? Si dukesh? Si dukem, si James Bondi, si do dukem? Te si dukesh, mirë je? Ti si je? Mirë valla, mirë, që e të qëjmë një kajde për Ramazan që këto e dinte. Hajrola. Po mora pra, po ishe në gjuma, si që puna? Po në gjumbe Edvin, nuk ina kristaqa ne si te mislimoni, na argjinojmë për Ramazan të Edin se fjim, më bëjmë shumë gjinofe, se kush dhe reje ti pagua gjitha të nëmë gjinofe. Të gjitha do t'i paguash se s'ke nga shkon. Po di paguj, unë të meja te tujat di paguj. Prindrit mirë ke? Mirë janë prindrit, që ashtu si i kelon, tjaken, janë zbarte në ato si te. Po mirë qifkate te, ka një nënë, se jo hop si parje kuqe, nuk dukesh ka në kont. E keni shoh atë Bajramin këto ingrejtën kitë qeret, atë si as kërkondi. Një sekund se po më merr, një sekund do të marr për 1 minutë se po më merr dikush tjetër, 1 sekund. Litej sekundat minuta to Edi më manal mu telefonin te. Fol. Po, shishu bo puna me ato paret që i tha, para Ramazanit se të mi apish. Te Bajrami vinë te i paret as kërkondi nuk i ki, o shëq. Të mbarojmë njerë këtë luftë dhe pastaj të siguroj që nuk do të harrojmë. Po, Edi, nuk je luft be late, qish lufte, më mbo këto filmat e luftave mu taj bjermi pare taj, qish daldisën unë nuk e di, o shëq. Po, nuk është çështja këtu për ta bërë me të keq. Po, me të merë që një vjeti e tu më qo zhako, vla.
Më fal, ti e shikon ç'a bëhet apo se shikon? Unë e shikoj çka bëhet o vlla, ama ti difton kur di japish ato paret? Na më dëni afat me vlla, ni jafa, ni muja, ni vjeta, kur do më japish ti ato paret mu? A do zgjasi 3 javë, a do zgjasi 3 muaj, a do zgjasi 3 vjet, këtë se di asnjëri, po di këtë që nuk do të harrojmë. Be ti e di se ti nuk do më harrosh mua, ama këto që duhet va paret mu do më qysin pi shpeju, o shush. Mos lëviz nga shtëpia se do ta marrësh përgjigjen shumë shpejt edhe për këtë. Dakor? Po dakor me ç'ishte të bëjmë taj. Shush të kom. Ja no, dakor. Përshëndes dhe shumë të fala në familje. Po përshëndesjen unë edhe në te shumë fala bo ka familja andi. Hajde. Lilave gjigant. Qishta? Kom do e sape për ti dhe du një pare o vlla. Po do më. Po që duhet t'kjesh konekcia për të bo pare, s'buhet parja të këta ko te si menda, no shuq. Ka dale be shumë nervoz të jo. Po të që qa jo është? Si mund të be kryeministri ti folish është? Shuq e kom me vlla bashki na qonë me një vend. Nëse ke shuq, pse nuk pranon ftesën ai të vje këto? Po nuk pranon sezon ishte atë. Abe trika bon ki s'pranon, ki trika bon vet. Ishte ishim ke ishulli Epsteinit bashkat. Nëse që ka të torë të dashur mos zalim nga tema si të qytet të respekt. E në fekja telefon se na mejte. Je, se tek do thejri njerës. Urdhore gjia. Me sa shoh ne kemi një farë divergjencë këto të teknologjisë dhe pyetja ime për ju është a e përdorni inteligjencën artificiale apo inteligjencën natyrale? Taj mund të folë para, te do folish para. Unë për vete nëse folë unë ala, sot e kësaj dite, asni inteligencë artificiale, ChatGPT, MedGPT, gjësë ende nuk i kom ke telefoni, masë e kje telefonin, mund të shofësh. Nuk i përdor. Nuk i përdorën, Nuk i përdori vëlla? Njerë, bismilajm, që ta kina qartë, inteligenca naturale ka zbulohu inteligencën artificiale. Pa tjetër. E në pse me e përdorish? Të me thonë, nëse kanë zbulohu për të njësen, ato e kanë zbulohu për të da lehtëson të një ponë, zëtëni. Unë mendoj se inteligenca, ato që kanë inteligencë natyrore, ose si thonë të mësuska mua, previshe inteligenta, nuk ka nevoj për inteligencë artificiale. Najtë e kje. A që s'ka inteligencë artificiale, natyrore përdorën inteligencë artificiale. Shefe, ti në regullie me këtë në neve, daja i merë ke akçaj më parë, në mote inteligencën najta, nuk e tja e më me. Përshëndesim. Veliko inteligenta. Daja i merë që në mote të inteligencën, në mote të inteligencën naturale. Po. Kupton. Kurse Nëse kjo, e kije. nëse e kije, kishte një trik të vetin ai si ta motën, kjo ka të bëjë që tërsen. Në më thonë, inteligenca artificiale ta lehtëson punën e inteligencës naturale, për shumë. Nëse te pak të mteket, jep kësaj inteligencës artificiale një komandë, në ajo t'i bën 500 punë për me një herë. Sos pona ma mbaret kusha e pa ti komandat për ti sos ato ponat. Po më varet valla, varet ta ishtë, duhet qape dhe një që i duhet t'ja sos e punën. Si më varet? Po te mund t'jape dhe njëni që nuk din ti sos e ponat. Që po thonë me thonë se te Alil thonë se inteligenca artificiale o e bot për njerëzit inteligent. Nuk thonë po është e bot për njerëzit e inteligent, nuk o për glupat ajo me nder me thonë. Kitë mund t'a përdorin? Pa ajo e keqja, se mund t'a përdorin kitë, nuk është programa e cenzuros që mund t'a përdore kjo saj, se cëlli që ka një laptop si po në jota, te mund t'a qele që GPT-në në të more informata që i duen ati. A e që ish informata mund të more një testen të veqel, pi që GPT-a zdo. Testen të veqelit dhe marrë dhe një sen që intereson ati. E në dërë, e gjithë ditën dhe mejret më atë. Ama dhe një që Po që ajo zbon. i punon klikerja, mund të ecë shumë për para, be, zotë nej. A be, prandi unë e jonë për ta përdor, njerëzit e menqët ta përdorin që GPT-en. Do me thonë, t'kjet një cenzurim që njerëzit e menqët që kanë profesionin e vetë, kanë dituri ke ajo e vetja, ta përdorin për që atë vetën. Su ne përdore astronauti për qit telefonat që GPT-en. E në unë e jom telefon gjithë, për qish dhe e përdori që GPT-en, dhe e përdori qof se si mund të reshas një, si të ndroj ekranin e një telefonit, mund të mdiftone që GPT-en. Po mirë. Ama gjama që mi fsheje që GPT-a. Mund të t'i fsheje? Nuk mund të t'i fsheje. Mund të t'i fsheje, vëlla, ka. Ka për shembull, që mund të të marrun një shembull. Hajde. Kanë robota, ka të zbulot, që punojnë me ndihmën e inteligencës artificiale, nëse do në bish 25.000 euro, Tesla, jo? Tesla. Tesla. Shu, ibne. Tesla, jo. Dhe bi $25,000 Tesla.
Tesla, të lanë, shplanë, ta mom si me marrë një nosë, nosja sa kushton ta marrish? 100.000. 100.000 me gjitha tonë. Po, ama, nosja... 25.000 euro e merë Teslën, ti lanë raqet, ti shpëlan, ti lanë qilima, ta bon bukën, kit. Sarma din za vej se Tesla? Nuk e di, ama dolmën ta mush saglon. Dolmën ta mush. E kom fjallën. E amon ta mush është dolmën e Tesla. Gruan e pagun 100.000 ama, ja shef hajrin, ja shef. Qish di bësh Tesla? Të qese djela qeresh për Mejdani, Zupçanika. E kom fjallën për të tisos pun të shpejës, Alil, nuk për të të... Në gruja tisos pun të shpejës, do një grua vinë ma lirë, nuk vinë me 100.000. Ebe që e merë gruan e i tho, oj, gruet kom gjin një robot, më lodhesh gruan. E na jo punon mendime në inteligencës artificiale, ku ta dish me vlla vim pona, për shembull ngordhesh, të ka shko. Po çish ngordhe, çish pone do të thosë roboti, ata. Kit mund të ti bëhe me vlla të ti lanë qilima, të bune bukë. 25.000 euro da paret mi la qilima. Vallaj po. Po di jap 25 euro, gruas mi la qilima. Se ti jap robotit 25.000 euro. Po merrme nuk e kom vllafi, tamam. Te mund të japish një që më të ti la. Amë, nëse don për shembull më e lodhish, ene ja e komandën asaj, thou lami qilima, fshemi pajaqinat, bëma këtë bëma, kit ti bëna vlla. Ka në kështu. Kit ti bë. Kit ti bë. Ti pe glatë raqet. Ti pe glatën e raqet. 25.000 euro. 25.000 dollar, nuk e në euro. Ma liro dollari ka raqet. Sheve, to që folën të ardis, të janë produkte që kanë dalë për inteligencës artificiale. Ajo një robot. Po. Robi jo, të qëtë pistru, e fet pistru. Emrin e ka, rob. Po. E na jo punon me inteligencë artificiale. Aman, këtë robot e ka shpik një njeri menqët, mendimin e inteligencës artificiale, e në ka bo një produkt që i shërben paqes. Po. Ne folim për vetë inteligencën, për shembull, ChatGPT-a është ChatGPT-a Di një e qelë, mirës. Ajo që e nesi KitKat. Po. O ChatGPT-a. Po ChatGPT-a e nesi vëlla kit. Taj ChatGPT-a o program të vete. Roboti nuk punon me ChatGPT, roboti punon me me komandat caktota. Jednostavno ti nëse i thu robotit mushe dolmën, ai sune mushe e dolmën e në të çanet e të bëhe muhabet. Dolmën do ta mushe vetëm. Do ta mushe ama... Nuk i shtek tipi bidhës tote nuk bon ki mishi dolma. Të qish t'japish e në mish moce, ai ta bon dolmën e në me mish moce. Roboti nuk han mish, ti do t'ja divtesh ç'kto mishi. Dhe me thonë jep ti komand, ti insoni jep komand ati robotit. Ta bon dolmën e në atë bilioni orizin veç ta bon mishin veç. Ta provu orizin, ai ka godita se ka godit. Po ti non ta na e bardhën pizzezës kjo orizin. Ka do një sejt saglon. Do me thonë roboti nuk ka hiç inteligjent. Glupo roboti te i thua bëhet që këtë ponën, që mund ta bëhet do njëni me 200 miliard, jep 25.000 euro të ta bëhet ponën roboti. Te ma glup se roboti. Qishtë të thonë, më të t'lodhet gruja. Ma e ramë gruan atej, të treje, më të punu atej. Ave, fjalla bie. Adis, nëse do në më të t'lodhet gruja, kap netlën me vlajmë shej vet. Nga me vla t'i bëgjë një robot. Ma mirë t'i bëgjë një robot, e ne kur do në përdor. E ne jo t'i bën 3-4 ponë për një saat. Li robotet, s'kemi mrej ke robota, mund t'ke pa robota në përgësiva. Në be fjalla vinë se kam rej me inteligencë artificiale. Ne diftom, ne kjetë si e pejsim ChatGPT-en, si ta shofim karpuzi o i pjekët. Pa jo do të thote, nëse bën shtum. E pejtëm që GPT na ka mundësi ta diktoj karpuzi a është i pjekët pa me e therë karpuzin. E pejt që GPT janë te. E pejt insoni që GPT. Ajo mo abuzimi asaj. Po, ajo është një për abuzimeve ma të vogla. Se ka abuzime në ma të mdoja. Ka raste unë që ti për shembull thjeshta, si për shembull thjesht nuk është i thjesht. Një non që e do në vladin e vetë shumë, ka dhe një simptom collit, i thëmi ka dalë një koke ke kreja, e ne qëtë ciret koken ke kreja, e ne qëtë GPT-a thot, gjalli jotë tumor ka në krej. E ne ajo hip, po që ashtu hipin panik, vendoj jo inteligent njërzit, hipin panik, vend që shko nga ke dermatologu atë, ke bëllnejca, thote që shka collit. Ti selëm klempe njerë, tja pjase koken, e nas ti sen nuk ka, a i hipën filma, thot, colli jotë, ancestorët tu i kanë DNA-jën kësho, MNA-jën kësho, hipën filma, shkon Sistina pagun 200.000 euro për një koke ke krej. Nejse, nuk e kisho në fjallën të abuzosh me... Mua bet bëjnë me ChatGPT e njerëzit. Unë njof njerëz që i rejnë s'ka që ishtë buë insoni
i shkret, e ne e merr telefonin, e ne i shkruan, "Çish bën?" Po çishte po. Ai thot rej, te çish bën? Te vaj në unë rej, çan det me vlla njeriu me ChatGPT no vlla. Çan det, Aliz vlla ka raste në matron për kët. Ka një dokumentar unë vete kom, pa nuk ka dokumentar, rasti vërtet, mund ta shohin njerëzit e në ekranin e YouTube-n e live. Një gjalleri, e naj testen TV qel ka qenë, tej zoti Gjeneti një falë, se di në Australi, në Amerikë, në Afrikë, ku ishte inson. Tip i mshelët kështu. Po, intravert. Intravert, inson, tej qashto e ka pas rrethanën, e ka bo shët ChatGPT-n, o vlla. Ka qaj det me muje me ChatGPT-n, ka ranë depresi, ka pej hapa që i ka thonë ChatGPT-a, ka ranë depresien e ka bo muhabet non stop me ChatGPT-n, ka shkollë trening, ka fol me ChatGPT-n, ka dal garense, ka fol me ChatGPT-n, o vlla ka jetou njeriu, ka bo muhabet, pësojt isha këto, biteve dokumentarin e jetës njeriu e kishte mrenda në ChatGPT, se ato muhabete që shi shkruan duket se jesin ke ChatGPT-a. Po, i merr informacion. Bile unë sa kom informacion, ajo e ne fillon, nëse non stop bën me atë muhabet, ajo fillon sigur të njohë më. Po njoftosh. Te s'duhet më ti diftosh kush je. Ajo e din bile, sipas një analize, thonë se ajo është e prirur te ta bëjë qefin. Nëse te ke një farë bot kuptimi, po ajo bash që këto ishte më. Ajo tap te mas shafe, sot thot, po. Gjali Se shëve, me pejt një pyetje unë, me pejt një pyetje te, ndryshe i kemi përgjigjet ta garantojt 100%. Po taj varet që DPS, ishte normal si DPS, se te DPS ishte ndrysh, aj DPS e ndrysh. Se nëse ta ka përci këtë muhabetin ta diftoj njerë, se ki gjali që ChatGPT-ja ja kishte bo qefin, atë shumë ja kishte bo qefin që ChatGPT-ja, sa që gjali e kishte vra vetë. I ka diftot ChatGPT-ja se do në bo në vetë vrasë, olla. Njeri, në ChatGPT-ja i ka thonë, baba e jetej, mundesh, nuk ka problem. Po dhe vllak që nona baba diftojshin këtë dokumentarja. Nuk e di. Mund të ajë që i shkërkon, t'ja lishojmë linkun e në ta shofe. ChatGPT-ja i ka thonë, do vdesish si një hero. 23-4 vjeçar gjali ishte, gjaliri. Ja ka morë trut, jednostavno ChatGPT-ja, po për kësho raste unë frejke. Po merë me këto e raste specifike, olla. Po, raste specifike jo, ne kanë qonë ma para raste specifike, ama ti se shef se cëli i diti ka nes ta përdore këtë ChatGPT. Ma para se ka përdore as një, ma te se cëli ka qasje ke kjo puno, që ajo që mu brengos, o vla jem. Se nuk duhet se cëllit t'jepet ajo, dorane nuk mundet t'jepet se cëllit mundëseja ta përdore, po su një analisht e ata, ma mund ta këshillojsh, ose ne të këshillojmë këto që ta përdori njerëzit që duhet ta përdori. Te mund ta këshillojsh, ama i prap dhe e ke ChatGPT-n dhe da, kanë drejt të që ka gjipolin këshon, kanë drejt. Që kjo është problemi i ChatGPT-s. Unë jo më fanë si asaj ponët, për shembull ChatGPT-ja të përdore për njerëzve që din, që dun, faktikisht që ne kina AX inxhinierin, ose do ta them arkitektin Zimin, vllajtë. Zimin? Ama shiftaj, ai ka sos fakultet. Do të thonë ai ka shkollë mesme, fakultet, magjistratur, doktoratur, bone për arkitekturën. Ka shëtet dinjojën, ka projektu me dorë të lirë, cel zhivotin e vetë, biteve jetën e vetë, e në taj ja shef benefitet e ChatGPT-s ose inteligencës artificiale në mënyrë më të sofistikot. Ai nuk e përdorën për zullum ChatGPT-a, për të bo gjërat këqija. Për shembull, më para, një njeri për ta difto atë finalen e insonit, shkove ti të bësh një shpejt 3. Po. E ne duhet t'japish dimenzijet. Duhet ai ta projektone atë njëherë, ta diftone muri sa dhe jeti nalt, stubi sa dhe jeti trash, qish materiale dhe përdoren, atej nuk nejfën ChatGPT, atej duhet t'i bësh vetë ato punë. Ama se si dhe duket ajo? Faktikisht, a don kujnën te ta kiesh pembe, a don një shil. O vlla, jednostavno ti me atë ChatGPT mund ta çelish në kujnën pa me e bë kujnën, tipish brenda ti shofish me nteshet. Ajo nuk ka as kërkondi, te pike ai laptopi jot, i shishet mund ti shofish ato punë. Ama për ta bë atë do të kesh tro. Ai ka tro, e ne e bën këtë, e ne e lehtëson punën me klientin. Do thonë nuk duhet treni rasprave taj masi ta bone projektin ose shpejën t'ja bone ato të se pëlqeva, këtë se pëlqeva. A e pa e vllate para se me e bon, e pa. Bujrum që kjo puna. Do të thonë i ndihmon. Po i ndihmon proces për një njeriu që din për çish e kërkon atë punë. Nuk i ndihmon njeriu atë të shofe kokja a ka tumor ke kreja, nuk ka tumor. Që mrapat Zimi i përdoren e këto elementet, këto produktet e AI-s shumë fort, të robotat. Po, kishte një maqinë të fortë nuk e? Po, atë kur e bëm epizodën që ai që e fshinjte atë si studio. si ishte. Po, ta i ka marrë një tjetër i lanë xhoma. Më vërtet? Po, kiso dhe rendën e i qapë, si bën.
Respekt për Xhimin. Po e mu duhet ajo për t'i la xhomat, si s'jam tu i la xhomat. S'jam ajo robot që i thot lami xhol, i lan xhomat, prap sarmën sun e bu. Sarmën se ne bëma dollmën ta bën. Ta bu. Nëse më pëlqen kjo qasje. Do me thonë, inteligjenca artificiale është një farë asistenti që ndimon, sidomos ke kjo puna me klient, kur ke punë që ke muzika, vla, ka hej. Programerët. Me qish i bësh ju ma para muzika? Ne prap qështu i bëjmë muzikat, me instrumente. Me instrumente i bon të muzikat, në regull, ama ku e përpunon, ku e boni atë Logic Pro. masteringun? Ku? Në kompjuter. Prandi une kjo, ChatGPT-a merret përdoret për pon kompjuteri. Në më thonë njerëzit me teknologji si merë, se në arkitektura ka bëhe pon me kompjuterin, programimi ka me kompjuter. Ponët më buhen e qeret më buhen qeret me kompjuter, mora me aniqari kleshtat t'i fejse ate. A mund t'i diftone se qish problemi ka, ama sun e ndreqe, a te i ke muzikat nejfën ajo. A ti arkitektit ke vizatimi ke diftomja asaj se qishe ka bo njeru i nejfën. Programerit se si duhet ta bone një program ose një webfaqe ose qish do që ti jetë në lidhje me programimi, ChatGPT-a i nejfën. Ama ke pona fizike, si ta mailish arpajikun, difton ama s'ta mailën arpajikun. E nuk më done në të vjetë të angule arpajikun. Të angule, te mund të shkush ke vatani, të pesish fjokët sa ke ChatGPT-a sti mailën fjokët. Mund të more një robot që avëndon e fjokët. Na, mund të more robot që mailën e fjokët. Mund t'ja mailë fjokët, ama qish di mailë, ke si t'ja mailë, duhet insoni ta shofe, doktori ta shofe, ti mund të shkush, bësh një pun fizik, tu e pejt ChatGPT-a. E mora shembull vatanin unë, ti shkon atë, njerë konsultohesh me njeri doktor, si ka sos shkollë për atë punë. E në hajt ti mailën fjokët e ne difton te si ti mirë mbash fjokët, nuk ChatGPT-a të diftone, se ChatGPT-a ne qënë vëndojsh e ne long hudrash ke kreja, e ne por ta bësh kreja. Me nësa e shëndeshme, pëse nuk? Po nuk o e shëndeshme, se ndresho kur e shef, me fotos qish mund të shofe, metabolizmi sun të shofe ChatGPT-a te. Ose ti misti pa, ka njerës që kom pa, ala, ma, analizat e gjakot me vlajt qëtë ke ChatGPT-a. Ajo, hito bojë që, nuk e di kom vetëm mune. Hito bojë. Pse të shkua ke doktori? Pse të shkua ke doktori, o vla? O vla, pse doktori... Ja qënë analizat? Shkoll ka sos, o lëq. Ka fakultet ka buaj, i ka zdro fjokët i shkreti, të shkone në fakultet atë e ti bone këto. A zem bjes ti se më shumë i bezon qatit se doktorit? Macedoni i zohet unë e pjesë, do t'i besoj që GBT-s ma shumë se sa doktorit, ama është pervers. Në me thonë, nuk është pun që... Meru e me ki, ku po shkon kjo botë më njau? Ku po shkon kjo botë? Mund t'u zavencu juve të dive me ai? Mund t'na zavencu. Se në zavencu, ku ka goj si une që GBT-o, se roboti. A di se kjo i vetmi që i ka qitë që GPT në gabim? Si e ka qitë? Fakt, nuk gabim, po e ka qitë të pranue se ajo re. Pa, ka një metodë. Dhe ta bëjmë një video ekstra, dhe ta postojmë këtë quqka, ta shefni se si Halili e qitë... E pej kam qa. E qonë që GPT në pranue se po e në unë e rej. Rena veco, me vla ta bon tjepi, flat ta bon, te flat, po nuk o saltej. Nuk ka emocione, re, ne pranon se re, nuk ka fter, nuk maron. Mare s'ka. Mare nuk i. Interesant. E në sa të zjaseve kjo po? Nuk do kjetë fond. Nuk ka fond kjo? Nuk do kjetë fond. Mund bin kjetë se s'do kjetë fond. Për haj luftë të tretë botërore me gjera Allah. E pe preka kjetë. Qishtë të thamë, dhe mund bin kjetë luftë të tretë botërore ka në smati po... Ne nuk i kina marrë vesh. Se ne mejtena me ChatGPT-a. Më falj. Kërkuj falje, arroba se ki ka telefonata. Mos e da ta fkase të njën telefon. Kjo fake ishte. Fake ishte. Falë salar. Te i tha, ku po shkon kjo bota? Ku po shkon? Është një qështje interesante. Shefte, une kom bo muhabet me ju nuk, ama se di me cëllën bona muhabet. Te i kjo është mejrë njërë dëkondi, është keq njërë dëkondi. Ama të rritë ke shkolla, mendoj se lëndët duhet ndrohen më. Nuk duhet mëson që ato si kina mëson ne ma para. Dityrë natyre dhe shoqërie. Kërkon reforma në arsimte. Reforma në arsim duhet bëhet sebe që kësaj ponës. Se unë mendoj se një njeri që është i vetëdijshëm për çisha përdorën këtë ponën, mund të bëhet shumë ponë më të mira në këtë dinjë. Se sa një njeri që rejnë të mëson e thyezat e në algoritmat që te. Ku e di, fotosinteza të dash dhe njerë zhivët? E kom dit. E ke dit ama të dash dhe njerë, dhe ke di fotosinteza se si funksionon. Duhet sistemi arsimor
ta komodohet ose si të thëmë përputhet me këtë inteligjencën e re, ta i si e kina mre. Qeshën ai. Jo, varë mikrofonin për të më qeshën. Ave njeri o. Legenda. Ave shumë me emocioni ka folë. Nuk, unë e kom qef sa i sinqert, por e. E në kadri. Si do qoftë, e në unë pajtohen. Lila mu më intereson e nisen. Kush dhe jetë ai Tarzani, ose ai Supermani, që dhe shkuen të qëse pistruje këtë? Nuk dhe qesë Nuk asë një ka, pistruje. se me Mendoj, solar. ajo një rast mund të Me ndodhe. solar, o mo. Nuk ka e me solar e ne pa solar. Në rast se s'ka struj, ajo s'funksionon. Nuk funksionon, me struj Pa në funksionon. tema nuk hongër buk nuk funksionon. Unë, pse mo ha buk nuk duhet struj, Po, mu pse si mo ta gje buk, struj, nuk i e? duhet struj patligjonit kësaj. Uj i duhet. Vardari që atë jo, trolli që atë jo është. Dhe morish dhe hash dhe pesh. Me be, jo. Pas struj qish dhe bëjnë ato difton të mu. Ato mata programera, mata gjoja, qish dhe bëjnë pas struj ata. Nëse be në te pa uj s'kje që të bëjsh. Unë du ta Ujti shoh, sune qes ish bishteku, ëllëq. unë du ta shoh Lilin me një moment ku i depet lajmi se pi nesër nuk ka struj ma. Njëri u ma i lumë të në dinjo dhe me kena Thehemi bo. se ka në gurit. Dëmele arat e livadit. Dëroj, në rabot i sistema. Spunon atër ligji i kompjuterit, ligji i insonit, Nuk ka xhungla. Bali sa dëmele në traktor kush dhe ta nali këtë. No, traktor nuk ka nevoj, qap, kush sa ka nevoj punon, se cëlli për vete, kush o ma sposobe, ka pleme ma shumë, ka bo 15-20 sol, Dhe larue ma shumë. a dhe larue ma shumë, dhe fitue ma shumë. Këto që i shëtesin me qenë në për shet, që i dhe larujnë ato. Dhe me thonë Lili ti do në të bëjsh botën hard reset, nëjse pisefte. No ka të reset. Pikon e kuri. Unë do kisha pas qef troj atërë, sa jo është fakt, ama taj, rej, paluj kanë të. Ebe kush dhe rinë të të zbulohen në spisefte si Alica. Mos zbulove pisefte si Alicën. Që zbulon si Alicën, rejnë njem 4 saban telefon me si Alicën, tu pas të kish. Ne kemi dalë të rend dhe i kemi bëjt qytetarët. Po, A e përdorin inteligencën, a nuk e përdorin? po dullëm pak, dullëm. Kishim do përgjigje interesante, laramane. Leta Ama shofim. ishte knatësi. Varet për generatat. Leta shofim. Shikim të këndë. Piqa jonë për sot është a përdoret inteligenca artificiale, a përdoret inteligenca naturale ma shumë. Përgjigje që janë mahnitse. Do shofim, që është përgjigje dhe kina, se ala si kina pëj. Ma tepër për momentin e përdorim inteligencën naturale se sa atë artificiale. Pse nuk e lodh kompjuterin ma tepër atë? Pardon? Kompjuterin ta lodhish ma tepër se sa vetë, me qenë se është Amazon. Po, bas iftarit pa. Bas iftarit pa. Bas iftarit pa. Pa po neko është. Što po që artificialna ili naturalna? Naturalno, brat. Zašto naturalno? Prirodno si je prirodno. Prirodno si je prirodno, viva sokovi, brat. Inteligencën natyrale. A e përdor dhe njerë inteligencën artificiale? Nuk. Hiq? ChatGPT, ChatGPT? saglamje, Qitan kanë të erbon? shofaren. Artificiale e natyrale. Cëllët? Fjokët. Naturali ko. Po në primer, ova, znaš na veštačka inteligencija ovoj failot kako bi izgledal? Drugačije bi sviralo. Dok tom bi zvali. Može se koji su to da sviri na veštačka. Ne može, eto, veštačka da. ne ova ne Kako može. ne može Trump sviri tamo sa harmonika, kako ne može na So, veštačka inteligencija za- može za- da sviri, ti za mu video. fishuvaš da Kako me može, ne vikam ja za... Neka dojde ovde, neka sviri živo da vidam ta veštačka ta inteligencija. Aj, gajde, može da sviri? Pa može da mrdaš, prste će sviramo pozadinu i sviriš tamo. Da. To je veštačka, ma može i mašinski se pravi, svakako. Ajde, evo. Hvala mnogo. Sviri, ajde. Ajde, može jedno oro, nešto Može. da svirite? Falni se u shqetësoj, po dëshëm të pajsim a e përdor një inteligencën artificiale. Fol më Si kima, i marosh otopeta atë qetrin, nuk din shqipaj. te më më qallapi mas. A gjynojnë ka ndalë, pushojt.
Shon, traumatizohet që në falë. Po. Po. Për çfarë? Për interesat e mia, për nëse diçka më intereson rreth shtëpisë ose Po. ChatGPT, Po. kështu sende, po. Inteligjenca natyrale. po. Ma shpesh e përdor inteligencën natyrale. Mesha në plin benzinë, Ah, është Hibrid. i shkon natyrale është se kështu. si mendoni? Ta i mendim ne. Se unë analizë shumë rravash pipares. Është moment përdoret inteligenca artificiale natyrale. Natyrale është pak më tepër. Ma shumë. Pa, ma, Pas to përdoret në inteligenca artificiale, mos e thonë shumë po. Si sunet thonë se inteligenca natyrale. Natyrale është pak më tepër, po pa, më nëse ti ka dhonë zoti me, nëse Po s'ta ku ka dhonë, dallimi atër me zotni? po ajo natyrale është, domethënë kontakt ndërmjet veti, ashtu? Po, vetë me vetën, njeriu me njeriu. aftësia jote e të menduarit, procesimit. Ndërmjet internetit, apo? Interneti me njeriu, interneti me interneti, interneti me Edhe alienët. ajo është edhe ajo tjetra, po tani këta si thuhet, domethënë këta teknologjiat e reja afrojnë ndikim pak më larg. Po. Domethënë çaj është. Po ne ku është? Po që prirën ai live shashka. Prirën. Prirën ose je prirën. Zašto ja koristite artificijalna inteligencija? Ne ku është nešto ako me zainteresira nešto što ne go znam na pamet. Statistika nešto ovo ono. Taka. Hvala mnogo gospodine. Hvala gospodine, prijatno. Si mund t'i përdorni na për teste ju inteligencën artificial? Telefon, bravo, sinceritetin. Si be bravo. Bravo, vëlla. Si be bravo. Shef, këto ajo që inteligenca natyrale bashkohet me inteligencën artificiale. Ene? A që inteligencë e merr telefonin e ne? Po kur të shkon e bateria? Po të bësh qish din hajt. Qish din të ngjelli. E qish mësoni ju për shembull? Ose. Respekte për ju. Që dorën. Deri me tonë. Shit më herë. A është kjo e bëhet pi inteligencës natyrale ose pi inteligencës artificiale ose pi njeriut jo inteligent? Ose pyetja tjetër do të ishte, a ka mundësi kjo të rregullohet me inteligencën artificiale? Në me thonë të bëhet ashtu si ishte më parë. Shef, këtë ta qitni atene se ka premtohu darkën ku do bëhet si ne djali. E lihet e darkën, a ka mundësi të të pesum te Një njëse? pyetje. Hajde. Hajde te pëjte. A e përdorni inteligencën artificiale? Jo. Se ja vetë jam inteligentu për atë punë. Kjo është ajo që të thomë unë e te. Dhe me thonë ka inteligencë artificiale, ka në inteligencë natyrore. Natyrore. Njëri ju e përdor inteligencën Më natyrore. thonë as pak hiç asi se në internet nuk kërkon hiç. Nuk je ndim për kur gjë. Internet po, ama që këta GPT-ja sende. Nuk e përdor. Nuk jo përdorë njëri ju vëlla. Hajde për hajde. Duhet e ne të mësohana me kamerën si të marrim intervju, më vun gjiten a njerëzve kështu. Po në pitash ne e gjiten. Pa. Pismeri e ki. Na, në gjitët janë këto, po. Po, gjitët ime. Pa. Pyetja shkon kështu. A e përdorni inteligencën artificiale? Shumë. Vazhdojmë pyetjen tjetër? Përse e përdorni inteligencën artificiale? Për punë më shumë. Për çfarë pune? Po punën time personale. A e përdorni më shumë artificiale na këtë natyrore? Jo për artificiale, kina qit këtë natyrore E keni fuk në ndëk. Benzi. Për shembull, kjo është prej ative bashkohorëve. Ska për Mitrovicën, mos ka. Bluza sajna? Falënderit shumë. This is the salesman This is the of mini Tulumbashi, and this is my friend Betty, who doesn't know about GPT at all. Mirdita. Mirdita. Si jeni, ajni mirë? Jeni mirë. Faleminderit ju si jeni. Mirë, falënderit. Kemi disa pyetje radhazi për ju. Patjetër, për ju me A e falënderit. A e përdorni ju inteligencën artificiale? sipas nevojës. Sipas nevojës. Po me të thonë drejt nuk marr këshilla. Po pak parës ta se merr këshillat, ju a lozni jena me live? neve ose jo, jemi. No, lije Serbi. Ljesër. Veç pak. Serbi, Nëse Ka shtrëngohu pak. Jemi në rregull. falënderit. shoh kamerën dridha. Mund të pesish ke inteligencë artificiale se si mund të lirohesh për shtrëngime Ramazanën e të marrësh përgjigje. Për mashinën. Peta tha me zatek çuçkat. Mjafton. Taj u lirove. Po Tulumballar ishin di burda vërtetia masaj. Ol, do të rshiti. Ja banare. A e përdorën inteligencën artificiale? Mjedëro. Inteligenca artificiale nuk e din ç'ish është. ChatGPT. Po Dumkop. Po, A e përdorën? po. Për ç'ish e përdorën? Për kopja ke shkollë.
Do me thonë për kopja, shumë mirë. Për kopja ke shkolla. Do me thonë për vjetë ke shkolla. Cëlla është më e vlefshme, inteligjenca artificiale a inteligjenca natyrale? Njeriu me inteligjencën ka problem, telespektatorët të nderuar. Ki o inteligjencë vetëm për çet Tollumba. A shetet Tollumba? Ha? Keve i ka sos kit. Mora sose se su shkone, se Tollumbashi i krejs. Veshta që kjeto. Ka përë da veshta që kjeto. Jo. Nuk ka? Makedonski Si dush? Si dush? Që kur gjë nuk... Veshtaçki nuk përdor kur gjë. Jo. Vetëm natyrale. Laterale. Këtë ChatGPT-ën këto që janë veshtash? Jo. Nuk i përdorën ato. Unë jam 73 vjetë, ama kur gjë nuk... Mashallah, E në zot, molla liqini nuk i bëftish. stërpëjkën. Jo, unë s'ko dham. S'ko dham. Ajo pjekët karpuzi? A pritëm për shembull ChatGPT-ën dhe njerë se si mund ta diktosh a është karpuzi i pjekët pa me i sel me gisht karpuzi. Po me e boj. Po mund të. Mund ta pesish thosh. Mund të kallzoni isharete. Ma shumë variante ajo. A e përdorni më shumë inteligjencën artificiale ose natyrale? Natyralen ma shumë, se Ma shumë. ka ma shumë. Prero, Kina ma shumë, po. Normal, ma shumë vakët ka përcen me me natyrale, po me se sa vetë. me artificial. Si? Absolutisht, nuk e përdorën njeriu. E preferon inteligjencën natyrale ndaj asaj artificiale. A do t'ja bëhet tostin inteligjenca artificiale? Vetë duhet ta bëne. E ne burekun se në ftalloj. Lutem, kjo ishte e gjitha. Falderit. Artificiale me s'ka më normale? Për kur s'ka më A e shikoni? Ja, pra, kemi një djalosh i gjeneratës ri që e përdorën inteligjencën artificiale ma shumë që ajo natyrore. A e bon pare? Po normal, nëse e përdorën për pare. Po, unë e në me profesion jam programer, kështë që inteligjencën artificiale është non-stop. Që po do me thonë, unë me të pejt taj pse e përdorën inteligjencën artificiale, te do thush për ta hakirat sistemin e në për të Ma fitop. po punën ma gollaj. A cëllën e përdor më shumë, inteligjencën artificiale a natyrale? Natyralja nuk zëvëncohet, mendojnë e nuk dhe zëvëncohet, ama kjo inteligjencë Se artificiale në tete po, më umaro. I shërben paqes, I a? shërben, I shërben paqes. Po, përdojnë. Për çish e përdorën të inteligjencën artificiale? Garant femna? Ne, për garant vëmna, nuk për gjë qëra përdojnë. Natyralja. Për shembull, unë du ta di për çish e përdorën të inteligjencën artificiale. Po, varet e këti... Nuk në gjesh merë për të një sene me e pejtën. Analiza. Ama, si pon doktari, foli, dhe si pon doktari. Ka njerëz që e përdorin për raste të ndryshme inteligjencën artificiale. Atëherë shkojmë pyetja e radhës. Ma shumë e përdorën inteligjencën artificiale a inteligjencën natyrore? Të dhja ka pak. Të dhja ka pak. Me shana skara. Me shana skara. Po hen shkencë ma Po thjesht. e në mund të e në shkencë. Po ma thjesht, ta spjegojmë. E isi opon e kësaj. Si në me thonë, ma para, birat në beton janë shpohu me tërvje. E dina tërvjele. Kështu. Si vërtejtë. AI o burmashina. Burmashina. Prandaj e përdore. Më dhe vesh? Me thonë për t'i leco punët. Bravo. Do me thonë, kjo e lënë një po. A letë është. Për ta shkel birën më frek. Ki nuk e Shurtojmë pejtën rin. kur e përdret komën se qish gjelli duhet përdore për t'ja rek dhejnë As qish hapat pe i për kreje liq. Analizat nuk ka. Shkartuzin o tjetër. Nga ka rok Ramazoni, vla. Si punojmë për Ramazon nuk punon. Shokagë. 100 kulla nërsën që GPT-ve kardash. Ne lazim bana, po i mbishi divër, se Ne lazim sana te divë. Për analiza. Nekti sa shtarën, na primer. Që GPT vermes buxheva bi sana. Mesela. Nekta na primer. Ben 100 aldën pare. Aldën pare. Çok po. Lazim ditë që GPT sorasën ben divë smesta. Ne mbelës një për me në telefon, bil me më nësën, sorurum divër. Bulit nuk i duhet. Qekuar ChatGPT-ja. Po, jo ChatGPT-ja. Ki tha, kur nuk din ta bone telefonin e pejtën ChatGPT-ën, tut pas te i për mrapa atë, që din ti bësh telefona. A e përdorni ju inteligjencën artificiale? Jo. Sive nuk? Telefon, a kje? E komë me se përdore shumë. A pejtën për të bëhë shaf se sa vishnja duhet, sa ujë duhet në ke njëri kil vishën për shumë. Që ajo inteligjencë artificiale është. A naturalin e përdor? E përdore, e natë të djetë i përdore. Të djetë? Që ajo është. Falderit shumë. Shumë respekt. Kryetari komunës? Mirë dita si jeni si kaloni. Shumë e shkort. A e përdorni
inteligjencën artificiale? Varet konsultohem me Halilin si zakonisht. Halil? Mum ka si inteligjencë artificiale. E shfrytëzojmë. A e përdorni më shumë inteligjencën artificiale apo natyrale? Natyrale pak më tepër, me sugjerim të Halilit. Recepti. Respekt. Doktor, Juris. Jo, hala nuk jemi për... Tash telefonët i përdorim. Telefonin e përdorim. Po, Facebook-un e të gjuhaj ata. Po, ma kështu ndim nuk merrni pi inteligjencës artificiale, si ChatGPT, OpenAI kështu. Momentalisht hala. Analizat shumë me telefon nuk i kontrollon ndonjëherë? Nuk. Ne jemi njerëz pensioner. Jemi me mosh pak edhe. Nuk do të thotë? Jo, momentalisht nuk. Hala duhet pak me mësu pak ma mirë. Duhet të studiuar. Jo, nuk ka lidhje. Me i dallti se bo. Po si nuk? Vallaj bile. Po telefonin e përdori unë që 20 vjetë. A e përdorni ju inteligjencën artificiale? E Unë e përdor, i bajgi. E përdorën? Po. Se nuk kënë të folish ki buria. Kush nuk kënë, demokrat është. Ashtu? Tamam, më fesh. E din pika është. Si kurson, te si lent folin, as këtë asat. Vazhdo, më dalin për teme. Më dalin për teme. Pita njëza 5.000 kuna. Këtë vakët ka ndru. Tej? Te për vetë? Mendoj sa ala temë. Natyra. Ma shumë temë se sa asjetë. E në unë jam i mendimi që tim Armanit se shumë ma mero ta përdorish tondin se sa dhe kujt tjetër. Cëllën? Inteligjencën. Ai për inteligjencën ishim. Tamam. Që i dushet përdorish? Po, e nuk pajtojnë me. Te i merë është ti kombinish. Të me thonë të nefën. Sune kombinish të sune përdorish të jemi? Mund të përdorish me la, e përdorën pak tondën, pak kompjuterit për shemë. Ndef kompjuterit dhe një inteligjencë artificiale, dhe një analizë. Te i përdore tondit unë temit. Me i rështë të se cëllit vetën të përdore, se atë tujet nuk e din kështë e ka bo. Po, me i thë, mund t'jetë dhe një lugat diqka, një më shefët. Si do qoftë, me i rështë e në ti falenderojmë këto qytetarët tonë të cilët u prononcon, të cilët në ndimon, të bëjmë këtë emision pak ma interesant e në ma interaktiv e në ma atraktiv. Falenderit shumë. Bravo, Adif. Shef, sa mero kur e përdorën tondin? Njëri u tonë. Mediu, jo të. Që ishë bënë taj? Dishoj pak bëj atmosferun, se nuk lat rahat. Do t'i përshëndesim këto sponsorët që na mundësojnë neve ta bëjmë këtë epizodën. Njerëzit i përshëndetet, e unë t'i përshëndet sponsorët, lutem. Fol me valla, urdhnoni. Halila, s'kena për ju. Përshëndesim sponsorët të cilët na mundësojnë neve ta bëjmë këtë programin. Posaçërisht përshëndesim Bini Profesional, i cili shet pajisje për berberat me pakic ose me shumic, për ato që kanë fjok e për ato që s'kanë fjok. Ato që s'kanë fjok. Ato që s'kanë fjok, kanë kolojska. Pasi që javën tjetër sot një javë, do me thonë është 8 marsi. Te Bini Profesional mund gjeni edhe pajisje për, do me thonë, kozmetik femrash. Masak po diftoj, Alix Avien, Paris. Për rastin e 8 marsit, këtë javë, do me thonë pisot, deri në të diellën tjetër, për 8 mars, keni 50% zbritje të produktet e femunave. Të cilat duhet va pagujnë burat, që gratë duken ma heshe. Pa, gratë e heshtë ajo, në mën, shese tam lë. E ndrojmë muzikën, pa pare. Pa problem hiq. Vazhdojmë të sponsori radhës. Vlak Vercolung Logistik AG ose Vlak Vercolung Logistik AG. E kina ndromo. AG. Pasi që me inteligjencën artificiale nuk mund t'i bini rachet për Zvicre, po duhet do një kompani të vabjere, po e në carinën e atimve të vabone, duhet ta kontaktoni kompanien Vlak Vercolung Logistik AG. Kita ato që dun bin rachet për Zvicre. Ose e kundërta, pi Macedonie dunit buni carin e në t'i qoni rachet në Zvicër, AG, mund të kontaktoni Vlak Vercolung Logistik AG. Respekt. Dhe ko ajo Vatan Medi, kjo una kjo ki? Këte jo, kreja jotë. Ki kreja, me në këto është. Që ku është Vatani? Që pas ke pregadit. Po, pregaditëm këtë. Ku ta lojmë, hop, regjia, se që këto, me irës, në regullo. Shep, kam bo një reklam, si të duke mune me fjok. Kjo frizur haza. Pak ma ti tje.
se di sa i ke pa ke komentet epizodën e parë, shumë komente kishte pjatimve si thujnë s'pas ka ro krasati ose sipas ka ndalë fjokët Ka dalu special. Veni reg, hipni ke ato njerëz që i kanë shkruajt ato komente, 90% e atinve janë qetë. Prandi i kanë shkruajt ato komente. Komuniteti i Adisit. Ju rëni rahat, dëshofim. Pisenit pjaset i kanë shkruajt ato komente, po sidoqoftë, unë duhet t'va shpjegoj një proces se shumica mund më e din. Masi i mailën fjokët, deri 3 muajt e para, ato fjokë që i mailën të bi, e ne dalin pika feste. Unë jom ke procesi midis trames e ne dalmes. Do me thonë, as ndjellme as korme nuk jon këto. Duhet pak vakët që i treten fjokët, se nuk jon arpagjik që i dalin ato. Po duhet pak vakët. Përshëndesim Vatan Medi. Kush në kamerë? Tu sos koinga? E lishon pika sefte. Si e lishon? Po usosën e sponsora. Vatan Medi. Vatan Medi, në? E sosa. Tamam, e sosa. Po edhe lule lëshkën lebjim për 8 marsme? Po, se të mos. Pasi që është 8 mars javën tjetër, sot një javë, ose epizodën e radhës ne kemi 8 marsi. Ju që dë shifni këtë epizod, njërë epizodën tjetër, mund shkoni ke Nur Darsja, në Gostivar, merë një lule, për mendoj lule naturale, mameros, morim për ato që jonë... Naturale mamero për herë se artificiale. Po, lutem. S'ka gjopi plastikës. Nuk ka gjopi plastikës. A i finera për plastikës? Po nuk, ti bjin lule naturore ato që je përdorin veten, e ne artificiale ato që se përdorin veten. Përdorin artificiale. Atër nuk në ngellet asgjë tjetër? Ta ndalë muzikën une? Po ndale se dja themi këngës në këto. Dhe të blokire për pati. Qysh nalme. Si Berti, bendisu. Ta i, tja themi këngës, ha? Po, nuk ta kam me të kurshë qëtër, përveç se ta thëmë një këngë. Emri një vëndon këngës, anë? Si një vëndon? Kënga e inteligencës artificiale, o pak i gjatë, po s'ka li. Ai. Thonë se nuk jetohet nga që GPT-ja, por se nuk jetohet as pa GPT. Shpirti i lëndohet nga AI-ja, troni blokon, kërkon AI. Fjallë inteligente në status Facebooku, doktor, profesor, bëhem për një natë. As që GPT-ja mos unë na diktone, a është troni mushët, a është troni tha. Ke thonë se nuk je si aj, dole më zi se aj. Ke thonë se nuk je si aj, si aj. Ke thonë se nuk je si aj, dole më zi se aj. Ke thonë se nuk je si aj, si aj. Evo, ajde. Nuk na betet gjo tjetër. Pak korgjovel këtë kongën, aj. Po ishte pak interesant, mendoj. Si tha, felsh, ama pipër jashta. Trivela, i thënë ata. Trivela. Mbetet diçka pos t'ju themi telespektatorëve të ndëruar, faleminderit, mungona jo. Faleminderit shumë që na ndoqët deri tani. Mos harroni të na bëni subscribe në YouTube dhe po ashtu Facebook, në Instagram e në TikTok. Kani follow, ju lutem, telespektator të nderuar, te kjetën një sen tjetër thush? Jo, unë veç desha t'ju përshëndes. Faleminderit. Faleminderit shumë nga zemra që jeni pjesë në këtij programi. Faleminderit shumë.